Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur në Odeon. Vërtet aty ku njerëzit flasin mirë, e të tjerët dëgjojnë mirë. Ka njerëz që janë vërtet shumë të veçantë në jetën e tyre. Ka njerëz që janë autor e kreator, janë edhe dëshmitar të epokave nga më të lavdishmet të historisë sonë. Një e tillë vjen sonte, ka herë kishim pritur. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, zonja e nderuar Melihatë Tërmkolli. Heni serve. Nëse gjeta? Si e nderuar? Mirë, kryesisht mirë. Men sana incorpore sana thonë, kështu që ata që thojnë mirë edhe e bëjnë mirë. Po, duhet e prim të mirës, keni po, na duhet me fillu me njëherë me politikë. Jeta jonë politikë? Në çdo paraqitje politikan tonë thojnë na prith të mara. Kur s'thojnë i prifshim të marës? Duhet i prim për me na prim, kështu që duhet i prim. Duhet i prim, absolutisht. E thamë shumë bukur nga ona juaj. Është nga si që të kemi sonte, unë thash vërtet ka shumë faleminderit për ftesën. Ju kam prit, edhe kënaqësia ime. Dhe jo që nuk keni ardhur, po doja që të na shkojmë në të njëjtën kohë me gjërat në të cilat absolutisht ju keni qenë edhe autore, edhe koautore, edhe dëshmitare, në kohëra që fillojnë kogja me rinin tënde, kështu në. Në realitet, si rini, juriste e diplomuar atë kohë në Prishtinë. Po fillorën e të mesmen? Fillorën e kam kryer në Bardh Madh, Ish Bellashevs, të mesmen në Prishtinë. Ne kemi qenë pjesë e komunës Prishtinës, mandej kur është bo komuna mbi baza politike Fushë Kosovës e tjerë, kemi mbet me Fushë Kosovë, dhe sot jemi me Fushë Kosovë. A tash me Fushë Kosovë? Krenohemi, natyrisht, po. Mirë, mund është me thoni kom kalu 3 komuna, deri në Republikë. Dhe bëm shtetin në Republikën, po. Po, fakultetin normal në Prishtinë. Në juridik. Edhe magistraturën e kam kryer po ashtu në Prishtinë, doktoraturën e kam kryer në Universitetin Publik të Tiranës, kështu që në vetë politikës edhe i grim shkollë. Sepse në fakt e kemi nisë me shkollë, e pastaj kanë qenë të ndërlidhur edhe me politikën. Ju ja keni nisë me shkollë, që është të vërteta. Në zonë se shkelqyshme, shembullore, studente shkelqyshme, dhe ajo me patjetër që ke shku, po edhe koha na ka qitë në kohëra interesante, të veçanta, interesant na, gjenerata jonë. Ne jemi pak si moshatar, kështu që paka shumë... Aty, unë jam pak ma. Kemi përjetu, paka... Kohërat e njëjta. Edhe ato, me thonë, edhe dëshmitar edhe ti edhe kreator edhe shumë proceseve, proceseve të rëndësishme, të mëdha, historike. E që kanë kulminu me qëtë republikë që e kemi sot. Kanë kulmu me këtë shtetë. Unë e them shtetë. Me qëtë shtetë që e kemi sot. E jashtëzakonshme. Po, pikrisht, tash t'ju kemi juve musafirë dhe të mos filloj me njëherë me politike pa mundën është, sepse në realitet jeta jona është bërë politike dhe fati jetës i gjithë njerëzimit po varet nga politika, se vendimet po merren aty. E në përgjithësi, brenda këtij asaj njerëzit kanë ndërtu sistemet e tyre me të cilat e kanë zhvilluar mirë, ngadalshëm, shpejt, ose fare se të kerit, po kur jemi tek ne, njerëzit e dinë që jeta ju i politikë... S'kanë qenë të poshtuar gjithherë, kanë pas kohë pak ma shumë. Pa, së diskutuar. Ne në ndodhen poshtime mi vjeqare. U shlirum të fundit, në Evropë po flasë, të fundit, edhe bile hale kemi, thojmë, jo në kam et një cupë, që ne, jo kështu, jo, hale nuk po rahatohemi dot edhe me lirin tonë. Jo, në kanë met plot toka, ne po ta shqohim, me kohë, bohen edhe ato. Po dhe duhet me qenë fort fuqeshëm për me i prumë. Sigurisht. Në rene, edhe në vinë. Jetën politike e ke fillu shumë vite më parë, po në vitin, për mua, fillon, se e ke fillu më heret, me gjithate, po në vitin 1989. Në një vit të vështirë të rëndë, nga më të vështirë për shqiptarët në shekullin e 20. Po në një ditë tepër të veçantë, je bo shumë prominente, je duk. Gishti jotë, dora jote, ka qenë shumë e dukshme.
është parë. Po është pa si shpresë e popullit kënej, si shpresë e rezistencës e kështu. Bëhet fjalë për kuvendin e Kosovës me 23 mars 1989, kur përfundimisht i merret autonomia Kosovës. Po deri te kjo ditë kishte një farë rrugtimi tuaj si përfaqësues kujt shkova aty? Po, kështu, najma ka qenë një sistemi ndërtuar mbi tjera kritere, mbi tjera baza, tjera, ka qenë sistem delegimi. Ajo periudhë kohore, kuvendi i Kosovës nuk është sikur është sot. Unik, një kuvend që ka, domethënë është unik, atëherë ka qenë me disa dhoma, ka qenë 3 dhoma. Ka qenë dhoma e punës bashkuar, dhoma shoqërore politike, dhoma e komunave. Këto dy kanë pas ka 50 delegat, dhoma e punës bashkuar i ka pas 90, kështu që krejt kuvendi i ka pas 190 delegat. Unë kam shku si një vajzë e re, një aktiviste e rinore e tjerë në shkollë, një farë zonë se kështë e shkëlqyshme e tjera kështu. Edhe në mbi atë bazë nga Bardhi i Madh, është bërë një farë delegimi, me thonë drejtën për cilin asë që kam pasit denë çka është, asë që kam pasit denë që jam bërë delegate e Kuvendit Kosovës, kur më ka ardhë ftesa kam me disi pak e habitun, sepse ishen shku ato procedura që unë nuk e kisha qysh kanë shku ashtu. Ka shku në komunë Prishtinës, pastaj komuna Prishtinës ka bërë delegimi në Kuvend Kosovës. Përfaqësuese e komunës së Prishtinës në dhomën e komunave. Deri në atë mbledhje, sigurisht plot mbledhje, plot gjëra, po kanë qenë ato diskutimet për ndryshimet kushtetuese, ku na me guxim, me paguxim, me paraqitje, në përtubime të ndryshme imi paraqit që ndryshimet kushtetuese humbin komplet autonominë e Kosovës e kështu, ata në shku tu na mashtru, një herë ka pak me fjalë, tu na bo presion e kështu. Ata dhe këta. Ata dhe këta. Po, ata dhe këta, normalisht, komunistët, ata që ishin përcaktu Jugoslavët. Se i kemi pas me letërnjoftima Jugoslavë, edhe në atë periudhë. Edhe, po vjen dita D, kur i gjithë populli shqiptar, jo veç në Kosovë, e prisnin, qa do të ndodhë? A thu do të del dikush që i thët jo Serbisë, përfundimisht jo dhe jo. Edhe dolet, 7 veta keni qenë krejtë. 10 kundër edhe 2 kanë qenë abstenime. 2 abstenime, peni që në 90 dhe pjesa tjetër për fat. Po krejtë kësa i ka parapri goxha një situatë tensionume, presione. A ke pas presione? Najma, jo, ka qenë pjesë një procesi shumë atë gjatë. Në fakt, qysh prej vitit 86, kur Akademia Serbe Shkencave dhe Arteve hartoi atë dokumentin famkeq, hartoi një formë të një elaborati 3, se ju dukan pak krejt elaboratet prej Garashaninit, e Qubrillovicit, e Andriqit, e tjere. Edhe prej asaj periudhe kohore, kur është bo dokumenti Akademisë Serbe, ka fillu presioni frontal i Serbisë kundër Kosovës, kundër me pretendimin e plot për suprimimin e autonomisë, suprimimin e statusit saj federal, sepse kishte status federal, njësisë federale të barabartë, me njësit e tjera që e anashkallon të Serbinë, nuk shkon të për me Serbisë, po ishte direkt e lidhun me... Po kishte delegat në kuvend Serbisë, po kishte delegat në kuvend Jugoslavisë. Por kjo ishte shumë me zbet me Serbinë, ndërsa statusi i saj në federat ishte i barabart me njësit tjera. Edhe këtu ishte krita ajo poenta të themi, e dimat periudhën e ngritjes Milošević u ngrit mbi këto baza, u ngrit në nivelin, shkoj në pjedestalin më të lartë të politikës Serbisë, shkoj duke i largu krejt establishmentin politik para prak e tjerë, mandej filloi ai ashtu quajtur jogurt revolucion, siç na disa na kujtohen këto zhvillime. Fillon edhe në për republika tjera dhe në Krajina me Irdzu. Dhe në Sloveni që nuk i lanë. Me Irdzu, dhe më thonë ato udhëheqjet partijakës. Si do mos vendet ko kishtë në dikimin Serbia. Partia ishte partishtetë. Udhëheqjet partijakën në Malzi. Në Malzi,